Demokracia 40-30 e sa vjeqare më kalon. Demokracia nuk ka ardhë hala në trudhën shqiptar. Demokracia fillon atje ku janë bashkëvujtësit të mi. Në të përmenore, kam një vorë në burgun e Borrelit. Kam 4 vazën në kujtim në përburgje politike të Shqipërisë. Jam themelusi i parë i kësaj shoqare. Dhe në kryetar për gjithë Shqipërinë. Megjithatë, kjo përkujtimore po t'ishin liderit e demokracisë demokrat, do të mushte të kyshesh me plagët tona. Por, shikjoni mirë, se nuk vjen demokracia prej kamaleonëve të kuq. E një nër ata, kamaleon ashtë Berisha. Nuk kam punë me antarët e Partisë Demokratike, janë të nërumë. Por, ma shumë përpjekje e guxim për jush si popull, se pa guxim, ju s'mund të shkapërteni as 1 metër kanal. Roft popull i Shkodran, me traditat demokratike dhe të sakrifisë. Ju uroj gjithë mirat, se kam 33 vjetë në emigracion. Atje ku jam, e qoj zanën tem vazhdimisht të kongresmen e politika amerikane. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, falenderoj gjithë pranishmin, zotin Luciano Boqi, në stafin e tij dhe gjithë pranishmit e tjerë. Në kuadër të revoltës faqe që Metatë 21, e përkujtojmë të gjithë të ranë të pranë memorialit në Shkodër, data 21 janë në Sfaq dhe me 22 në Qafë të Zbarit. Pra janë 3 ditë që i përkujtojmë për çdo vjet. Tash kishe edhe diçka tjetër, me rastin e 1 vjetorit të një mikut ton, Tanush Molleti, që ka qenë aktivist shumë për të përnjehur politikë drejtat dhe liritë e tyre që ka luftuar, sidomos për gjetjet e ekstrave të përnjehur politikë. Mendojmë që të mojmë 1 minutë heshtje për te. Atëherë ju falenderoj. Ne fillojmë si çdo vit kujtesën historike të qëndrimit të shqiptarëve kundër terrorit komunist. Dita parë sot, 20 maj, organizohet këtu, faleminderit për pjesëmarrjen. Dita dytë bëhet një aktivitet përkujtimor në Spaç, burgun e Spaçit, dhe ditën e tretë masnesit bëhet po njëjta gjë në Qafëvarit. Është detyrën tonë, shoqërisë shqiptare, pavarësisht nga bindje politike, pavarësisht nga pikpamjet që të kujtohen, që të kujtohet krimi komunist, që të kujtohen e të nderohen të gjithë ata njerëz që përfaqësohen nga ky lapidar, për vujtjet e tyre, për sakrificat e tyre, për kujtohet ajo shtresa e përsekutuar, e poshtnuar me smundjen zgjebore të luftës klasave. Dhe kjo do të jetë një mision i ynë që do ta vazhdojmë sa të kemi frymë, sa të jemi gjallë. Por nuk mund të rrim pa thënë që për këto 35 vjet politika shqiptare nuk e ka kryer detyrën e vet kësaj shtrese. Me shumë premtime, por sot jemi në një gjendje të dëshpëruar. Sepse ma pak se gjysa atyne që kanë të drejtën e shpërblimit për vujtjet e tyre nuk janë shpërbly. Krijohet ideja se dikush pret
që të kalojnë brezat, se një brez kaloj 25 vjetë, jemi 35, të kalojnë brezat e të vdesën njerëzit. Pra, sot, ne i bëjmë thirrje politikës shqiptare, shoqënisë civile, që të kujdesen për këtë shtresë. Mos harroni se përparimi i shqiptarëve arrihet vetëm në qoftë se jemi bashkë, në qoftë se komi shqiptar formon forcë unike, përndryshe nuk ka të ardhme të sigurt dhe të qëndrueshme. Mos të harrojmë se kanë kalu 35 vjetë edhe figura e kriminalit Enver Hoxha, Lugatit, Ala Shifet, anë man edhe ma shumë se herojon kombëtar Skënderbeu. Mos harrojmë se kanë kalu 35 vjetë dhe kujtesa historike nuk futet në shkolla. Ata njerëz që drejtojnë janë budallë? Ja, janë shumë zgjut. Pse nuk e vënë mësimin shkollor? Mos harroni që e ne vazhdojnë filmat propagandistik të kohës komunizmit, ku kleriku shpallët i poshtër të atari moral, intelektuali që ka bën shkolla perëndimore i poshtër, që bërgjesi që duhet gjatë të rastar, edhe me këtë frim, këto filme edukojnë, kërkush nuk e qëzanin. Nuk jemi kundër filmeve dhe RTS, po jemi kundër propagandës të helmume, komuniste që me cilat tentojnë të dëgohet brezëri. Kemi shumë detyra për të bërë. Nuk më t'i bëjmë vetëm në këta njerëz që jena këtu, një kjo se s'kena ndimin e tjerëve. Unë sot, për këtë ditë, për kujtimore, kam shkruar 4 rreshta, edhe kam dëshirë t'ja lexoj. Marshimi i shpirtëve të vujtjes. Fuqishëm godet Batipalti. Shkamin dërmon me furi. Dridhen fusha, kodra male, vala përhapet kudo me shpejtësi. Futet thellë në skutet e djallit. Aty ku shpirtën e viktimave të pafaj, rrëhet përjetshme të kujtesë në pritje të thirrjes qëndrojnë. Kujtesa e krimit komunist mobilizon. Ritmi hungrues i Batipaltit fton. Shpresa për drejtësi e paqe bashkon. Marshimi në ritmin e goditjeve fillon. Një hungrim, një hap, një krim. Mia hungrima, mia hapa, mia krime. Mia hapa që zbashku marshojnë. Mia hapa që zbashku vajtojnë. Mia hapa që zbashku androjnë. Mia hapa që përplasën zbashku, mi rrugët me asfalt të qytetit tim. Kujtojnë e kërkojnë që të merret haku i mia personave të zhdukur në mëshim. Por, derisa në qiell të shëndesin hyjtë e hana, dashuria hyjnore që na jep nana, dhurat në zemër për të qellë mirësinë dhe shpirtin ton zbut e gërsinë. Dhe melodia amël që për i nalt dëgjohet, e gërsisë të marshimit shpejt i bashkohet. Kujtesa, hungrima, krizma hapash dhe melodi qellore në përplasje finale të keqes me të mirë njerëzore zbusin urrejtjen. Shtojnë dashurin e rilinin shpresën për kërkesë falje e pajtim kombëtar. Spaku në harmoni me jetu brezë ri shqiptar. Të kujtosh viktimat e terrorit komunist, gjëja është minimumi asaj që mund të bëjmë ne. Ky lapidar do jetë i përjetshëm. Historia do të rishkruhet, me vjen keq që nuk është shkruar deri më sot. Nëse do hyjmë në Europë, janë të detyruar politikanë shqiptar të veprojnë si politikanë gjerman që e pranuan nazizmin, e ndëshkuan në nazistin e fundit. Unë jam një nga ata që mund të isha dhe unë varë sot, se shumica më njohin shumë mirë këto. Po jam falë Zotit gjallë. Ky monument do jetë i përjetshëm. Ne do bëjmë dhe i tjetër me emrat e të pushkaturëve në Shkodër. Do insistojmë derisa ta aprovohet o do bëhet se s'ban. Do i kërkojmë dhe institucionet europiane që Organizimin nuk kena me partina.
Do t'ju kërkojmë dhe institucioneve ndërkombëtare që unë dua pasaportën europiane, absolutisht, por unë jam pasasi atyre që kanë themeluar Europën. Dhe nëse nuk bëhet rishkrimi i historisë, dekomunistizimi i Shqipërisë, ne kemi falur, kemi 35 vjetë, ne s'kemi vrarë asnjëri, as nuk vrasim. Se nuk jemi si ata, as nuk do bëhemi kur. Por edhe aq të lodhur sa t'ja u falim fare dhe mos ta bëjmë historinë për fëmijët tanë, për pasasit tanë, nuk jemi. Prandaj i përjetshëm kujtimi i të gjithë përshkatuarve në radhë parë edhe i të burgosëve politikë. Nderi tyre se ata detyruan diktaturën të dorëzohet. Nderuar zoti Guraziu, nderuar drejtues shoqatave antikomuniste, dashur antikomunist, ne jemi sot në këtë datë për të përullur me respektin më të thellë ndaj gjithë atyre burrave dhe grave cilët në korat pa mundura dhe të pa menduara mbajtën gjallë zjarrin e shpresës dhe lirisë dhe përhapën dritën e saj me aktet e tyre kudo në Shqipëri. Antikomunizmi nuk është një nocion politik, jo. Aq më pak një nocion abstrakt. Antikomunizmi është veprim, është akt, është përballje, është kryengritje. Ajo kryengritje që u realizua nga këto burra dhe gra. Prandaj, unë personalisht do isha kundër përdorimit të termit i persekutuar. Jo, persekutuarit ishin dhe janë kryengritës. Kryengritës në emër të lirisë, në emër të vlerave, në emër të parimeve, në emër të demokracisë, sepse e kanë dëshmuar këtë dhe në ato vite tërta, dhe dëshmojnë edhe sot. Dhe ajo historia jonë nuk është vetëm një datë e antikomunizmit. Jo, janë vite tëra, janë 25 vite luft që këta burra dhe gra i bën dhe u përballën me atë që ju shfaq njerëzimit si engjëlli i njerëzimit, por në fakt që ishte një përbindësh, një simbol i skeqës, i cili ndërtoi murana gjaku mbi tokë dhe frym të shuara në ndhe. Dhe ky përbindësh ishte ky komunizëm që u luftua dhe u përball pikërisht nga këta njerëz, cilët sigurisht duhet venerohen dhe duhet nderohen. Jo thjesht të dëm shpërblehen, po është detyre politikës. Falje dhe ndjes ka kërkuar Partia Demokratike dhe bën këtë për atë dëm shpërblimin financiar. Po nuk është termi financiar ai që plotson nderin e këtyre burrave dhe grave. Jo, është respekti, është historia që duhet përcjell, duhet mbajtur gjallë, sot dhe ndër breza, e cila me qëllim sot luftohet, ndërsa më parë regjimi e kishte luftën me politikën, me njerëzit që e mbartnin politikën. Sot luftën e kanë me kujtesën, e kanë me historinë. Dashur miq, mos kemi iluzione. Ata që janë sot, janë po ata që ishin dje. Dhe kanë lindur nga i njëjti bark. Kanë ndryshuar vetëm pozicioni i yllit. Dikur e kishin ball, sot e mbajnë gjoks. Dhe dikur premtonin lugën e Florit, ndërsa sot premtojnë pasaportën e BE-s. Janë të njëjtët që realizojnë këtë luftë me vlerat, me parimet e lirisë dhe demokracisë. Dhe prandaj ne duhet mbajmë lart historinë dhe kujtesën për këta burra dhe gra. Të frymëzojmë brezat, frymëzojmë veten tonë, shoqërinë tonë, që misionin e tyre të paçuar deri në fund, ne së bashku ta çojmë deri në fund.